Viktor Plombini, një ish futbollist I njohur I Vllaznisë, në ceremoninë e nderimit të Bariastanit me rastin e ndarjes nga jeta, keni humbur një shok, një mik, një koleg të nderuar si Bariastani. Çfarë kujtoni për Barin? Herë ngoshthimet, ai pas dritë dhe e shoqja me çka ka rreth rrotot kjoshim në jetë. Bariastani e kam pas shok fëmijë në jetë, të arra madhe kena lujt futboll shpesh qysh fëmijë të vecar. Mandaj e mori drejtimin e fiskulturës, është një shok I nderuar, I respektuar, I but, I qetë, shif e shkruaj, si e ka pas tyrën, ka pas edhe zemrën. Qoftë për kujtimorja e jetës tij, o zot pas parrisi. Bariastani ka qenë drejtues I sportit në përgjithësi, por tek futbolli si ishte bashkëpunimi me sektorin e futbollit që Ju ishit pjesë e Vllaznisë. Kena lujt fëmini me Barin, te arra madhe sport. Unë edhe djali Jaci jemi kena pas shumë shok Njaci noja, edhe I ka dek dritë pas. Kjo është me jetë që janë tanë. Faleminderit për intervistën, pas dritë. Zoti pas parrizi.